gatuanin me furnela njërin ko, jo me sobë elektrike. Dhe ato furnelat kryonin atë flakën, edhe gazetat si që kanë qënë njërin ko, i vinte flakën gazetës, edhe si që ishin qimet për shumë të dorës, e vendosë dhe flakën dhe ikte. Ajo është një mënyrë unë... Ti e ke me të dëgjuar këtë? E ka me të dëgjuar. Nuk e disa e vërtet, është e parë që e dëgjoj. Jo, është e vërtet, është e vërtet. Si s'kanë marrë flak, do më thënë, kjo është metodë shumë e rezikshme. Po, shumë e rezikshme, dhe përveç se po qeshim tani, asnjëherë mos e provoni. Po e kam përdorur gjyshet pra, përpara me gazetë dhe me... Nuk ishin atëre. Nuk ishin asnjë gjë përveç se këto teknikat pastaj që është sheqeri, limon. Mbaj mend një metodë tjetër me ato rushin e pa bërë? Po, unë se kisha dëgjuar asnjëherë. Me lëngun e rushit pa bërë, se tani është pranvera dhe pak më vonë fillojnë ato kokrat. Ngjita, po jo. Ngjita i rushit dhe bashkoheshe edhe me limon tos edhe me sheqer. Ngjit e vendosin me shumë rushe, shtrysnin dhe pastaj e bashkonin, krijonin një masë të trash dhe pastaj e ndihmonte për depilim.